Në Dajç ka një përmirësim të ndjeshëm të situatës së krijuar nga përmbytjet në lagjën Zadrim, ku lartësia e ujit ditët e fundit kishte arritur deri në 70 cm. Paraditën e së paraqiti një gjendje krejt tjetër. Si gjurmë të përmbytjes ka mbetur balta në stadët e baktive dhe oborrët e banesave. Përmirësimi i kësaj situate lidhet drejt për drejt me rrënjën e nivelit të lumit Buna, si pasojë ndërprerjes së shkarkimeve nga hidrocentrali Vautë-Dehes. Po ashtu rrënja e nivelit të ujit mbi 1 metër e tenton në kolektorin kryesor të Dajçit, i cili e dërgon ujin drejt nyjes hidrike Ura Xholulit për të përfunduar më pas në Adriatik. Rrënja e ndjeshme e ujit është evidentuar edhe në zonën e Aurrelave të Shirqit, ku ka nisur rruga për në Dajç, e cila ka qenë bllokuar për 5 ditë, pasi niveli i ujit kalonte mbi 1 metër. Ditën e njëjtës sot një situatë tjetër dhe në këtë pikë me zbritje të theksuar të nivelit të ujit, duke mundësuar brenda pak orësh rifillimin e çarkullimit të automjeteve. Sipas shtabit të emergjencave civile, sipërfaqja e përmbytur në Dajç në ditën e hënë ishte reduktuar në rreth 70 hektar. Zona më e prekur nga përmbytja gjatë kësaj periudhe në këtë njësi administrative ka qenë lagja Zadrim, e rrethuar tërësisht nga uji, duke shkaktuar dëme kryesisht në bazën ushqimore të blegtorisë.